Në kuadër të ditës ndërkombëtare të familjes, institucionet publike në Lezhë kanë organizuar një sër aktivitetesh në mbështetje të familjes dhe kategorive në nevojë gjatë javës së familjes. Përfaqësues të institucioneve të kujdesit social kanë zhvilluar fushata sensibilizues, takime informuese dhe aktivitete mbështetëse me fokus forcimin e rolit të familjes në shoqëri. Përfaqësues të Bashkisë Shërbimit Social Qytetëror, institucioneve arsimore sociale kanë theksuar rëndësinë e mbështetjes për familjet dhe bashkëpunimit ndërinstitucional për përmirësimin e shërbimeve sociale. Të gjitha institucionet që ne sot kemi këtu, kemi një qëllim të përbashkët, familja, e cila na tregon sa e rëndësishme është që ne të kemi një familje të lumtur, që të kemi prindër që t'i trajnojmë, që të bëjmë qëndrimin pozitiv mbi gjithçka të kemi fëmijë të lumtur. Ne në hapat e jetës harrojmë nganjëherë ato momentet e vogla që t'ju kushtojnë më shumë rëndësi familjarëve, prindërve, gjysheve, t'ju kushtojnë më shumë afërmitet, t'jemi më afër tyre, t'i mbështesim më shumë, sepse nga ritmi i jetës nganjëherë harrojmë. Por na bën që kjo javë të reflektojmë të gjithë dhe të jemi më pranë njëri tjetrit, sepse vetëm kështu ne arrijmë të krijojmë vlerat dhe respektin e gjithë secilit. Themeli bazë një shoqërie është familja, sepse aty ngjitet gjithçka. Nga humori i familjes varet buzëqeshja e shoqërisë. Nga problematika e familjes varet njëkohësisht edhe qasja e shoqërisë për të sjellë me veten dhe për të zgjidhur ato. Po mbi të gjitha, nga vlera e familjes varet e transformimi i shoqërisë. Secili prej nesh ka një mundësi shumë të veçantë për me reflektuar rreth vlerës më të rëndësishme që kemi familjen. Unë mendoj se jo vetëm si përfaqësues të institucione, mbetet mbështetja për familjen, por duhet ta shohim edhe si një përgjegjësi personale. Në aktivitetin organizuar në Lezhë u zhvillua një panel social ku institucionet pjesëmarrëse prezantuan shërbime dhe programe që ofrojnë për kategori të ndryshme sociale, duke informuar qytetarët mbi mbështetjen që mund të përfitojnë në fusha si asistenca sociale, edukimi, këshillimi familjar dhe shërbimet komunitare.